Diku te 32 milion euro për llogaritë e fatura e përfitimeve të dyshes Klosi Kovaçi në për detyrat që rilindja e tyre me Edi Ramën dhe Belinda Ballukun ju kishin caktuar. Por duket se Ceno Klosi nuk i ka marrë qytetarëve të Fierit vetëm votën. Ai do të shkojë në Fier si deputet, por edhe si përfitues i miliona eurove nga një park fotovoltaik. Për të fshehur gjurmët dhe lidhjet, Ceno Klosi ka përdorur emra dhe individ të tjerë, por gjurmët e tyre të çojnë sërish tek ai dhe familjarët e tij. Zoti Klosi, përshëndetje. A njeh një shtetërsen Maria Mino? Që ditë më parë. A keni lidhje familjare ose biznesi me shtetërsen Maria Mino? Sukses të falem. A e keni idenë sepse kjo menaxhere e familjarëve tuaj ka marrë një park fotovoltaik nga institucioni që u drejtoni? Prej vitesh, zona e plazhit të Semanit në Fier është kthyer në një fush parqesh fotovoltaike. Banorët e zonës flasin për emra politikanësh të lartë dhe biznesmen të fuqishëm si pronar të tyre, ndërkohë që në dokumente janë kompani pa ndonjë historik biznesi në Shqipëri. Ndërsa në Fier tregohen me emra dhe me gisht se kush i ka këto parqe fotovoltaike, emisioni Plug do të zbulojë sot një tjetër rast që lidhet pikërisht me personazhin e këtij investigimi, Ceno Klosi, që, siç thonë në Fier, tashmë ka edhe parcelen e vet me panele diellore falë zemërgjërësisë së Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Kam jetuar këtu për shumë vite me gjithë dashurinë për të. Pronësia dhe marrja e lejes për ndërtimin e parkut fotovoltaik në emër të personave të afërm të Ceno Klosit ka kaluar në një zinxhir makinacionesh dhe shitblerje aksionesh të kompanive të ndryshme brenda një rrethi njerëzish që kanë një përbashkues, deputetin më të ri të